Përshëndetje, miqtemi. Mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Për lexime personale, më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Dhe tani, do marrim një pyetje te letra Tarot. Të mendon akoma personi jot i zemrës apo të ka haruar? Pra, je në mendimet e tij apo të ka haruar? Çfarë thon letra Tarot? Personi i zemrës nuk të ka haruar. Shumë shpejt, ai do të jap një lajm. Ka një pasion, ka një energji pozitive, të do me shpirt, me zemër, dhe kjo një mbrojtës ju mbron në rrugtimin e gjatë të rrugës tuaj drejt majës së kësaj piramide. Jeni një person i fshet në këtë lidhje, një lidhje e komplikuar. Pra, jeni femra e tij e fshet. Është larg jush, ndodhet larg jush, por për këtë person ti je femra e tij ideale. Dhe pse je e fshet në këtë lidhje të ndërlikuar, për të ti je perëndesa e bukurisë. Sepse një lidhje të fortë, ju e keni të bazuar tek pjesa e sinqeritetit. Jeni të dy shumë të sinqert. Keni hedhur themele të forta në këtë lidhje me anën e sinqeritetit në të dy palët. Dyshi i shkopinde tregon që ky person ka gjithë botën, po mban një lidhje, mban një vuajtje shpirtërore në këtë lidhje, për këtë distancë, për juve që ju ka larg, vuan jashtë mase. Është i mërzitur, shpeshherë në këtë vetminë e tij dhe e vuan këtë vetmi. Pra, është i trishtuar. Tek ty shikon perandoren e realizuar, një femër që është realizuar nga të gjitha anët. Mbyll një kapitull të vjetër të jetës së tij dhe hap një kapitull të ri me ju. Pra, do të mbylli gjithë gjërat e vjetra që ka në jetën e tij dhe të hap diçka të re me ju. Pra, këto ishin energjitë e kësaj historie, dashurie. Me kë rezonon? Me kë shenjë të horoskopit rezonon kjo energji. Me peshoren, me luanin, akrepin, binjakët, shigjetarin, me ujori dhe peshqit. Kurse nga gërmat, gërma A, D, L, B, N, G, E dhe E. Faleminderit shumë, miqtemi. Mos harroni të më bëni subscribe në kanalin tim Tea Tarot.